Besion Karaj kundër Carlos Revemo. Jemi në boks olimpik në Fox News drejt për drejti. Rumble in the Jungle dhe vendi mësuar nga Grushti i Hekur dhe OTR Boxing Promotions. Me të kuqe, bokseri me të kuqe Besion Karaj, ndërsa në uniformën blu kundërshtarit i spanjoll Carlos Revemo. Karaj është një ndër bokserët më të mirë që ka Shqipëria në boksin olimpik. Kampion ballkanik, medalje të shumta, një CV e shkëlqyer, vetëm 18 vjeç, ardhme e ndritur. Ndeshja zhvillohet në kategorinë 80 kg, e njohur ndryshe si light heavyweight në anglisht. Fillon raundi i parë. Të dy bokserët provojnë xhebin. Dy bokserët kanë shpejtësi dallohet, edhe spanjolli, bokser që lëviz shumë. Grushti sakt nga Karaj, në kundër për kohë. Tenton uppercutin Karaj, overhand, crochet nga sipër, shumë shpejtësi nga ky bokser i talentuar shqiptar. Spanjolli Revemo ngasmon me xhep. Zakonisht raundet e para në boks janë raunde përshtatje, janë raunde studimi. Të dy bokserët synojnë të zbulojnë puzzle-in e njëri tjetrit. Tre crochet nga Karaj. Pro Karaj super grusht. Prap grusht i sakt nga Karaj. Xhep shumë i shpejt, i that. Fumbues. Super crochet nga Karaj. Tjetër punë e mirë në xhep. Ngasmon me xhep Karaj. Provon një crochet në bark, s'do të harruar kur që edhe grushtet në bark bëjnë punën e tyre në boks. Lodhin kundërshtarin. Grusht tjetër në bark nga Karaj. Prap sinon barkun Karaj. Edhe një crochet në kokë. Paraqitje shumë e mirë nga bokseri nga Tirana. Grusht shumë i mirë në mëlçi nga Karaj. Grusht shumë i saktë. Një crochet majt në mëlçi. Një në grushtat më të rrezikshëm boks. Më eficient. Tjetër grusht i mirë nga Karaj. E ka vënë kundërshtarin në cep dhe nuk po e lëshon. Shumë paraqitje mirë. Tjetër crochet saktë. Kombinimet një pas njëshme. Edhe shmangjet sakta. Diçka po ecë më së miri nga bokseri në uniformën e kuqe Karaj. Tjetër kombinim gushtës në pranë litarëve. Merr fundin raundi i parë, shumë raund cilësor nga Besion Karaj. Kampion Ballkani, medalje të shumta karrierës së amator, vetëm 18 vjeç. E tregoi më së miri çfarë stofi ka. Paraqitje shumë e mirë në sulm dhe në mbrojtje. Dominim absolut nga bokseri në uniformën e kuqe shqiptari Besion Karaj kundër kundërshtari spanjoll Carlos Revemo. Jemi në boks olimpik, 3 raunde, pesha 80 kg në Fox News. Drejt për drejti nga qendra e Tiranës në Grand Hotel Plaza. Rumble in the Jungle, quhet e vendi i mundsuar nga OTR Boxing Promotions dhe Grushti i Hekurt. Falenderojmë promotorët Nelson Hysa dhe Eduard Alipi që kanë bërë të mundur këtë event ku do të shikojmë boks olimpik, boks profesionist dhe kickboks. Vazhdon raundi i dytë.
Xhep shumë i shpejt nga Karaj. Po shumë ndeshje e luftuar. Karaj duket qartë që është bokseri më i shpejt ndër në ring. Kroshet shumë të shpejta. Dy kroshet të majta shumë cilësore. Kemi një ndalim plotës nga gjyqtari. Rifillon prap. Xhebi shpejt nga Karaj. Tjetër huk në sulm. Shmangje e mirë. Shumë mbrojtje e mirë nga Karaj. Gati as i grusht i pësuar. Tjetër xheb në fytyrë të spanjollit Revemos. Shumë paraqitje e mirë nga Karaj. Ndërkohë dhe Revemos tenton disa grushte. Vazhdon ndeshja këtu në Grand Pavilion. Bestian Karaj kundër Carlos Revemo. Boks olimpik 80 kg. Karaj me të kuqe, spanjolli Revemo me blu. Raundi i dytë. Kundërshtim shumë i bukur nga Karaj. Kroshe me djathtën kundër kohë. Që përplas mu në fytyrën e spanjollit Revemos. Komandon ringun i qetë Karaj. Shumë i saktë në mbrojtje. Grushtet e spanjollit nuk e gjejnë dot. Tjetër kroshe e mirë pranë litarëve. Kroshe shumë e saktë ku të përgjigjen nga Karaj. Shmangje e mirë, reflekse shumë të mira nga boksieri nga Tirana, Bestian Karaj, uniformën e kuqe. Jemi pas sekondat e fundit të raundit. Mbyllët raundi i dytë. Raundi i qartë për Bestian Karaj. Shumë paraqitje e mirë në këtë raund. Në cepin e bokserit tonë, Bestian Karaj është trajneri Tur Koçi, cili udhëzon bokserin e tij në strategji që duhet ndjek ai në raundin e tretë të fundit. Dy raundet para shumë të qarta për bokserin tonë. Shohim si do shkojë dhe raundi i tretë. Shumë bokser cilësor Karaj. Dy raundet e para ka folur vetëm për shqiptarin, por duhet kujdes, në boks një moment vendos gjithçka. Një moment mund ndryshoj gjithçka, një sekond ndryshon komplet rrjedhën e takimit në 180 gradë. Duhet presim një raund më agresiv nga spanjolli, i duhet patjetër këtij raund. Ndërkohë do presim edhe kundërpërgjigjen e Karajit, i cili ka dominuar qartë si dy raundet e para. Kroshe fort nga Karaj. Është qartë kush është boksieri me më shumë fuqi ndër këta të dy.